Vitet e fundit në Korçë është rritur ndjeshëm interesi për restaurimin e banesave mbi 100 vjeçare. Shumë prej tyre po kthehen në bujtina për turistë vendas dhe të huaj, ndërsa një pjesë tjetër vazhdojnë të përdoren si banesa familjare. Gjatë restaurimit, pronarët kujdesen të ruajnë elementet origjinal të ndërtimit si portat, dyert dhe dritaret prej druri. Angel Bregu, restauratori i punimeve të drurit, shprehet se vitet e fundit janë rritur kërkesat për restaurimin e elementeve tradicionale. Në fasadën e pamjen e jashtme duan ta ruajnë sa më shumë të origjinale e viteve që është prodhuar shtëpia. Edhe nëse i bëjnë pjesë të reja, shumica që i përdorin bujtinat për hotele, po prapë ruajnë disa elemente të vjetra i ruajnë prapë. Kjo të paktën do të jetë 100 vjeçare po një. Ai shton se këto restaurime kërkojnë kohë dhe shpesh zbulojnë element me origjinë të huaj në ndërtim. Këto kanë gjithmonë surpriza brenda, nuk e di çfarë të dalën. Të kjo pjesa anësore do hiqet fare dhe do restaurohet, do bëhet e re. Pjesa e kornizave do qëndrojë siç është, nuk besoj të jenë shqiptare. Në këtë lartësi që janë këto, sepse do të jenë të sjell nga Ballkani, nga Selanikos ose nga Italia. Nuk janë të prodhimit tonë. Sidomos që ka edhe grilat persiane. Duke hequr nga objekti që ta çosh deri në vend do rreth 20 ditë. Në qoftë se është shumë e dëmtuar që nuk ka mundësi që të riparohet, atëherë jemi detyruar ta bëjmë të re. Stili korçan me këtë kangjën, se kjo është kangjë të tëra me përçina, pa saldime, pa gjë. Këta njerëz kërkojnë, pëlqejnë shumë. Vetëm në vitet e fundit në qytetin e Korçës janë dhënë mbi 150 leje ndërtimi për restaurimin e banesave të vjetra, duke ruajtur elementet origjinal të ndërtimit dhe duke kontribuar në zhvillimin e turizmit kulturor.